Janë parashikuar ndërhyrje mjaft kapilare, do të them, dhe mjaft kapitale në dy objekte, pra siç është kisha e Shëmërisë dhe kisha e Shënkollit. Sa i përket kishës së Shëmërisë në fakt, ku gati 80% e çatisë ka qenë e shembur dhe ne kemi themi mbajtur në këmbë me ndërhyrje shumë primitive për ta shpëtuar dhe për mos pasur probleme. Duke nisur me kishën e Shënmillit, e cila vërtet është shumë e rrezikuar, më pas kemi hartuar projektin për kishën e Shëmarisë dhe aty do të jemi saktë sepse projektet konsistojnë jo vetëm në restaurimin kapital të objekteve, por konsistojnë edhe në pikturën murale, ndriçimin monumental, po dhe pjesën e jashtme të këtyre objekteve me qëllim për të qenë sa më të prezantueshme dhe për të nxjerrë pa vlerat e tyre. Këto ndërhyrje zgjidhin njëre përgjithmonë pjesën e lagështirës, pra shpëtojnë objektet, ju ruajnë vlerat e këtyre objekteve në brendësi. Një ndërhyrje mbi 12 milion lekë të reja. Një projekt kompleks me vlerë për 1 miliard lekësh, i cili zgjidh përfundimisht problematikën e këtyre objekteve. Ore, mos ta e vini re se helbet e po unë desha të di. Ju për budallëj na merrin neve.